Në dhomat e qendrës klinike universitare të Kosovës, familjarët janë pjesë e pandashme e përditshmërisë, jo thjesht si vizitor, por si kujdestar të afërmëve të tyre. Vendosja e tarifës ditore prej 3 euro për shoqëruesit e pacientëve ka nxitur debat për shkak të kostos shtesë që mbien mbi pacientët dhe familjarët e tyre. Jeni ose kundër kësaj tarife? Kundër shumë seneve që ndodhin këtu jemi. Sa rëndon kjo buxhetin e qytetarëve? Pa na ashtu të rëndom jemi. S'kan pas nevojë hiç, sa ta më konë si rrinë qaq gati, s'ki pas nevojë hiç me pas për qëtë sa s'kur gjo, po zdi gjo, dhe kur, sa mu me qenru, zotit. A do duhet mu he kë vendim që është Pa marrë? që du më morë hes, se du më morë hes kë vendim, mo je kose pavi, që du tas më morë hes. Se na jemi të lodhën, 90% i ki të lodhën qytetarë. Mos i morim do shtresat nartave, na që kemi shtresat tote, 90% jemi të lodhën. Nuk ishtë du më morë kë vendim, po nuk di. A është vendimi i drejtë apo jo? Se përveç që po duhet mi shoqëru pacientat, familjarë po detyrohen tash edhe me pagu nga 3 euro. Nuk e pranon, jeni kundër. Vendimi i menaxhmentit të QKUK-s që obligon përcjellësit të paguajnë nga 3 euro për natë për të qëndruar pranë familjarëve të shtrirë ka shkaktuar pakënaqësi. Familjarët thonë se janë të detyruar të marrin përsipër përgjegjësi që sipas tyre duhet i mbuloj vetë sistemi shëndetësor. Mendoj se nuk ka vendimi i drejtë për kushtet e çfarë jeton popullin jonë, nuk është shëndetësishme. Përveç kushteve, ka të bëjë kjo edhe për shkak se çdo familjar detyrohet të shoqërojë ata dhe t'i ofrojë ndihmë të cilët do duhet vetë stati mjekësor t'i bëj? Pavarësisht aty në sfida që i kalojnë familjarët, mërzisë, vujtjeve, probleme financiare, ajo është pak bore tepër. A do duhet të largohej ky vendim? Po gjithsesi. Nuk janë shumë 3 euro, po vjen keq për ata që nuk i kanë as 30%. A kupton? Se 3 euro që nuk është kur gjojnë. Po, duke pasur parasysh që gjendja financiare pacientëve rëndohet për shkak të ngarkesës, ilaçeve, terapia të ndryshme, tani edhe një barë prej 3 euro, shumica kanë reaguar ashpër. Po ndoshta ja vlen me paguaj 3 euro, është pyetje një shërbim shumë vogël, për 3 euro, ndoshta ja shpëton jetën dikujt. Tash thash prap, Ato fonde nuk ai si ka 3 euro vjen keq, po. Se s'kemi sigurime, nuk po paguajmë kur gjë. Tash di çfarë më thon më shumë edhe. Tash vjen keq për ata që nuk i kanë 3 euro. Se 3 euro që nuk është kur gjë hiç. Për një natë është fjala. Pastaj ka probleme tjera, e paguajnë 3 euro për ata që s'ka, që i gjen vësi apo ha dikun. Mi po s'ka dhënë as koment karrik. Po pikërisht këto është më shumë probleme, sepse s'ka kushte për shoqërues. Mi po thash, ja vlen me ne të natën që aty, ja dhonë ndihmë se shërbimet tona nuk janë bashkë nivele, di dur, edhe pse nuk janë keq. Nuk ka keqzi, po ka shumë gjëra që si ke as vende tjera të zhvilluara. Tash di çfarë më thon më shumë. Vetëm vjen keq për ata të cilët nuk i kanë 3 euro. Produktet nuk janë shumë. Megjithatë, ky vendim nuk është i ri. Ai bazohet në një udhëzim administrativ të vitit 2007, i cili parashinte pagesë prej 5 euro për shoqëruesin e pacientëve. Ky udhëzim është rishikuar në vitin 2024, ku pagesa është ulur në 3 euro, por nuk ishte zbatuar deri më tani. Nga shërbimi spitalor dhe klinika universitare e Kosovës kanë bërë të ditur se zbatimi ka nisur vetëm në disa klinika, ndërkaq përjashtim bëjnë klinika pediatrisë dhe klinika e onkologjisë, si dhe rastet e pacientëve me sëmundjet malinje, për të cilat shoqëruesit nuk do të paguajnë këtë tarifë. Vendimi ka rikthyer në vëmendje diskutimet për kushtet në sistemin publik shëndetësor dhe barrën financiare që shpesh bien mbi familjarët e pacientëve.